në kushtet e një krize të jashtëzakonshme të sistemit arsimor, të një rrokullisje të këtij sistemi shumë më të madhe se ajo që shohim në rrugë dhe urat e ndërtuara nga kjo qeveri. Në rast se dhe ju bët diskutime shumë të përgjegjshme, ju falenderoj shumë për ekspozet që bët. Por në rast se përpiqemi të kuptoj shkaqet e kësaj gjendje katastrofale në arsim, ato janë të mirëfillta antikombëtare. Dhe është naivitet në qoftë se ne nuk i vlerësojmë të tilla. Nuk mund të ketë akt